Të nderuar të pranishëm, kam nderin që në emrin tim personal dhe në emrin të grupit punues që dëshiroj mirëseardhje në solemnitetin e hapjes së muzeut kushtuar dëshmorëve të kombit në kalan e pamposhtur Slupçarin e Karatakut legjendar. Ideja për të realizuar këtë muze ishte prej vitit 2010 e këndej, por nga 2 maj i vitit 2012 në përvjetorin e shpalljes së zonës së lirë në Karadakun e Kumanovës, filloi realizimi fizik i këtij muzeu, që sot do ta hapim dhe do t'i bashkangjitemi festimeve të gjithë shqiptarëve me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar dhe flamurit kombëtar. Kjo punë u bën për juve. Kjo punë është për të përgëzuar të gjithë ata që kontribuan në këtë muze, ku këtë muze neve në këtë 100 vjet që shpallën pavarësinë e Shqipërisë dhe ngritën flamurin kombëtar në Vlorë, përpjekjet e popullatës kësaj ane dhe më gjerë në Republikën e Maqedonisë ishin të robruar. Ende punët e tona nuk I kemi kryer. Besoj në vetën time, besoj në miqtë ton, besoj në shokët ton, besoj në liderin ton, që ishte që I prini luftës dhe është tani që I prin Bashkimi Demokratik për Integrim, jo që du të politizoj këtë. Po e vërteta është kësisoj, besoj se ato punë që kanë betur pa u kryer, dal nga dal dhe me mendje të hollë, me mendje të ngritur, kështu që të gjitha gjërat do të vinë në vendin e vet. Është një ditë ku po përjetësohet, ku mallështohen gjurmët e pashlyeshme që la ushtria qeverimtare kombëtare, të çelikosura mund në një muze që duket I vogël, por ka shpirt të madh, ka domethënie të madhe dhe ka porosi të mëdha për gjenerata e gjenerata që do vinë pas nesh dhe ku me fanatizmin më të madh janë gjurmët e pashlyeshme, historia më moderne, historia më e re e shqiptarëve të Maqedonisë me një simbolik, sepse në këtë muze po përjetësohen, në këtë muze është gjaku I përbashkët dhe gjaku nuk ka kufi që e ndan I afrim Kalanicës dhe gjithë vëllezërve të tij
që prehem të qetë këtu në këto hapësira, duke përfshirë edhe komandantin e brigadës Fadil Nimani. Prandaj, të gjithë iniciatorëve, të gjithë ata që kanë ndihmuar, kanë bërë punën më të mirë, dhe unë mendoj që ne kemi një shprehje shumë bukur popullore, njeriu që punon në arë të vetë, nuk i thuhet faleminderit, po i thuhet punë e marë. Dhe punë marra e dashim faqe bardh në përjetësime, në ngritje dhe në përkujtime të veprave madhore që janë bërë në të kaluarën, por ato ti gurësojmë, ti forcojmë, ti qelikosim dhe të lidhemi sa ma shumë bashkë me njëri tjetrin, mos lejojmë të tjerët të luajnë me ne apo të përpiqen të na përçajnë ne. Rrofshi e qofshi, rrof populli shqiptar, rrof 100 vjetari, flamurit kombëtar, rrof pavarësia, në përjetësi të shndrojmë të gjitha gjërat e mira. Faleminderit.